Këto procedura janë të kushtueshme sepse laboratori që kërkohet për një procedurë të tillë është shumë i kushtueshëm. Të gjitha pajisjet dhe të gjitha solucionet likidet që përdoren, që mundohen të imitojnë kushtet e barkut, kushtet e mitrës, janë shumë të kushtueshme. Formimi i personave që do të marrin pjesë aty, qoftë embriologu, qoftë ginekologu, qoftë infermieria që na ndihmon në çdo dhe pa ato nuk mund të bëjmë asgjë. Të gjithë janë të kushtueshëm për më ardhur deri tek ai niveli që të asistojnë tek ky proces. Kostot shkojnë diku nga 3.000 deri në 4-5.000 euro një cikël ku futen analizat, ku futen ilaçet që kanë kosto të madhe, ku futen procedura të ndryshme etj. Por, siç e theksuat dhe ju në fillim, ka 2 vite që ky po ofrohet edhe në maternitetin Mbretëresh, Koçogliozheni dhe di që së shpejti edhe Mbretëresha Geraldine po e përgatit një ekip po tenton që të fusë edhe Mbretëresha Geraldine pjesën e fekondimit in vitro dhe teknikave të riprodhimit asistuar. Te Koçogliozheni është një ekip shumë i mirë, edhe mjekët edhe embriologët janë shumë të mira dhe kanë rezultatet e suksesit. Shteti ka gjithmonë pjesën e infrastrukturës, pra për të patur pajisjet dhe për të patur këto duhen të bëhen tendera, ato duan kohë, duhet bëhet kjo dhe kjo mund të zgjasi dhe të vonoj, por mendoj që është një gjë shumë e mirë që sot i ofrohet çifteve brenda disa kritereve specifike.